Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Shëndetje besar, përshëndetje. Si je? Mirë faleminderit, ti si je? Ekonomia si është? Ekonomia në gjendje Si është ekonomia më dhe në gjendje stabile, njerë të thonë në to parametrat e të në çka merremi për ditë. Mars do të bëhet paga minimale që do të sillet për vitin 2025, ku mbas parametrave dhe për llogaritjeve do të jetë 400 euro. Do të shifet mundësia në diskutim me Këshillin Ekonomik Social, a do të pranojnë punëdhënësit që të shkoj edhe më lartë, dhe në qoftë se ato pranojnë bashkë me sindikatët merren vesh, ne do i përkrahim, por në qoftë se nuk do të merren vesh, do me thonë për vitin 2025 paga minimale do të jetë 400 euro. a do të thotë për kraja dhe mbulesën e kontributeve? Po, 400 euro do të jetë për kraje edhe kontributeve. Shteti? Jo. Ajo është mbështetje. Jo. Paga minimale dhe me thonë për llogaritët dhe kontributet duhet që t'i paguaj vetë dhe me thonë sektori privat, ndërsa aq pjesën që e thash po ka për krahjet dhe me thonë normal sektori publik, kontributet i paguon institucioni ku punëtori është i punësuar. Inflacioni është në gjendje stabile dhe punojmë që edhe këtë vit, ashtu si që përmbillëm vitin 2024, të kemi në një gjendje stabile prej 2 deri në 3%. Dini që kemi pasur disa masa që kemi sjell për të ruajtur çmimin e produkteve ushqimore bazë dhe atyre jo ushqimore dhe të cilet i konsumojnë qytetarët më shumë, dhe për të mbajtur një gjendje stabile inflacioni. Kemi një krizë që mendojmë që do na ketë impakt edhe tek ne, që mund të ketë impakt tek ne, kriza e cila ka kabluar Gjermaninë, dim që në numër i madh i kompanive kompanive investuese këtu tek ne janë nga Gjermania, por për këtë vit deri më tani domethënë që po bisedojmë, qeveria ka biseduar, kanë nënshkruar kontrata dhe pritet që të nisin punimet në 8 deri në 10 investitorë të ri që janë edhe nga vende tjera, me shras që atë krizë që mund të ketë impakt tek ne, ta rikuperojmë me investitorë të tjerë. Kur jemi të funksionit, unë e kam pas në emision Elmi Aziri, edhe a i ka thonë se është i Fondit Evropian të Butet, ka thonë se është ministria jote është shvesh prej kompetencave, edhe veç si vleni keni një kuadër dhe një ministri plus, po pa kompetenca. Realisht në varën cilin këndë vështrim shifet Edhe për me rështërin rëgjin, ato dzejet, ato i përmende që kam shku të për atë varën cilin këndë vështrim shifet në këndë vështrimin grupor, këndë vështrimin personal, vlanor, partijak, apo në këndë vështrimin e interesit të gjithë qytetarëve. Ministria e Ekonomisë dhe me thënë ka pësuar një transformim. Realisht ka qenë një ndër ministrit që më shumë sektor ka nikë dhe më shumë sektor ka nartë. Dhe me thënë këtu është e vetme ministrit që ka pësuar një ndryshim ku ekonomisë është shtuar edhe puna si dy segmente më të rëndësishme, dhe sektori i punës apo gjithësisht, dhe me thënë agencioni i punës që është tash në kuadër të Ministrisë Ekonomisë është të rëndësishëm për të qytetarët. Si për ata të cilët diplomohen dhe regjistrohen që nuk kanë vende pune dhe duhet që të gjendet një vend pune, si për ata punëtorë të cilët janë të regjistruar, i shkallëruar për punësim të jo, apo? Agencioni i punësimit po. Funksionon veçmës, por me është në ombrellën e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, dhe njëkohësisht edhe Inspektorati i Tregut dhe Inspektorati i Punës kanë qenë nga mas, tani mo i kthehen Ministrisë
Nëse e shohim interesin e gjithë qytetarëve, është ministria që prek çdo qytetar. Shumë shpejt të dalin masat apo shpalljet publike që mundet qytetarët përveç ata në moshën 29 vjeç që të aplikojnë për të marrë grande në gjithë territorin, grande që janë vetë punësim, që të mundet të kenë start-up kompani, dhe të kenë përkrahje financiare nga agjencioni i punës, masat të cilët i sjell dhe ligjet të cilët i sjell Ministria e Ekonomisë janë në interes të gjithë qytetarëve, sektorin e industrisë që realisht punon apo ligje me cilin punon tërë zonat janë në kuadër të ekonomisë, kështu që në qoftë se e shohim interesin e qytetarëve është ministria e cila do t'i përfshijë dhe do t'i kapë dhe do të jetë aty për gjithë secili. Tregom, unë e përmende startupi, mendim personal, pa qenë në petkun e politikanit apo ministri. Ma mirë dhe dishet të kisha hap kompani startup apo kishe punohet administrat shtetit. Më mirë do ishte të hapish kompani startup. Unë vi nga sektori privat dhe mendoj që në të ardhmen kur edhe ta përfundoj politikën t'i kthehem përsëri sektorit privat. Për arsye që administrata jo që nuk është punë e mirë, por i ka problemet e veta dhe ka një për ata gjithë ata të ri që duan të avancohen ka një stagnim. Domethënë ke një limit deri këtu mund të shkosh. Normal ata të cilët kanë ambicie edhe në administrat ofrohen mundësi domethënë për avancim nga Gjithë sektori. udhëheqjes sektori, po pse jo edhe sekretar shtetëror, po. Tash e dini që me ligjin e ri të shoqërive tregtare dhe me ligjin e ri të cilin bëhet me direktiva të Bashkimit Evropian, shumë kushte vendohen që të mundesh të marrësh një pozicion në administrat, duhet të kesh 5 vite minimum përvojë pune në atë institucion në cilin ti don që të emnosh apo të avancohesh, duhesh të kesh certifikatet e nevojshme të cilët të kërkohen dhe shumë shpejt domethënë në një të ardhmen të afërt ata të cilët do të drejtohen apo do të jenë të orientuar në administratë do të përkushtohen dhe do të kenë sukses ata të ri dhe ata të ri të cilët do të përkushtohen në sektorin privat do t'ju mundsohen kushte që mundet të prosperojë. Po. Unë pse vi nga sektori privat, do të është më mirë që të jetë në sektorin Privati e mba ke shtet. edhe administrata e mba, edhe privat. Edhe administrata në kjo se Administrata me qargjon paret e privat. Tatime. po më mban databasën në ajo. Edhe ajo i ka përgjegjësinë e vet. Tregom kur jemi te argjime dhe pasuria te kompanit, ne kemi nxjerr domethënë listën e pasurisë tonë. Duhet një qëndrim domethënë rreth asaj se 18 prana për sqarimin e opinionit thjesht. Ju e keni nxjerr, po. Atë të deklaruar të kemi nxjerr, se pa të deklaruar ende se ti. Po pasi që e keni nxjerr, domethënë ti çka është e deklaruar. Kështu. Unë vi nga një familje ku tash duhet ta shkruaj edhe ta them edhe historikun. Babam gjysh apo babam plak si e themi ne, ka jetuar dhe ka vepruar tukun prej mbi 30 vite, 35 vite mos gaboj në Gjermani dhe aty i kishim vizatuar shumë mirë ato, kishim bërë edhe të bukura aty që duken mirë po. Dhe gjithçka që na ka lënë janë të atia, ndërsa nuk janë 18 prona, është vendi ku unë jetoj bashkërisht me 4 ninxhallarët e Gjem të Axhës në Reqis të vogël, është një vend, po i ndarë në pjesë, por kur kalon testamentin baba plak, domethënë na ka lënë 5 pronar në gjithë vendit. Nuk e ka përcaktuar se domethënë prej këtu deri këtu do jetë
njëri djalë dhe prej aty deri aty do të jetë djali tjetër. Ndërsa për sepse unë domethënë më ka ndruar jetë edhe baba im, atë testament domethënë na ka përfshi edhe mua edhe vllaun tim. Dhe vendi tjetër që e kam më përpara e kemi përdorur si fushë, ka qenë në komunën e Prvenicës, Selarce e poshtme quhet. Edhe aty është një vend është. Një vend, një fushë është që si fëmijë mbaj mend kemi mbjell dhe familja ime mbjell Zani? Jo, tani jo, atëherë më merrshin mua si fëmijë me vete, mbjellnin normal për çka kishte nevojë familja të konsumonte brenda vitit. Dhe preardhen nga kemi domethënë nga shoqë i sjellës vendet të cilët i ka marrë në atë kohë. Babla im tashmë nuk përdoren, janë vende malore ku mund të shkohet vetëm në kom, por në atë kohë domethënë janë shite amblete dhe atëherë i ka marrë. Nuk është se kanë ndonjë vlerë, po janë ato të cilët janë dhe duhet që unë t'i paraqes. Domethënë vendi ku kam lindur është i vogël, është një vend, fusha e cilën ne kemi punuar edhe malet në fshatin nga e kemi prejar. Këto janë. Janë 3, por katastari ashtu i ka ndajt edhe ashtu janë Ashtu i ka shkruar. po, edhe ashtu janë. Alla na është ashtu i na shkruar se si i ka shkruar të vëllo. Po janë Edhe që kemi zbukuru bak me video dhe me. ishtë bo tendencioze. Po ishtë bo tendencioze, po. Se është tendencioze, s'mundet telegrafi tjetë tendencioze. Jo, për vizatimet ishin bo këshot bo. Jo, të bukura jonë, se sa shta gjeshim orën të ta inqizem. E këtë që veç ta kemi zbukuru qatë të regimi. Po nëse këshihin detaj është da shkonin e ta shifni. Jo, gjeja ti sigur që di sharë. Shemon në ati ku jemi lindër, unë ku jam lindër qizë vogël, më kire lindë ditë. Familjare, ati mund të vishë dhe ta shosh që është një vend edhe ta shosh edhe ngushtje binat. Edhe kemi në më thonë edhe të shpijat të në gjithë me njëna me qeru shkonin, se alë të prafat. Një të ardhje. Turizmi malor duhet, më nga di, ju si keni qëllimin si qeveri për turizmin malor për të tovën, por është pa tjetër. Të zhvillohet, turizmi malor. Tu ke njës që shumë kam vend të atjesë në të zhvillohet që. Realisht duhet. Tetova kodrën e diellit ka pasurin më të madhe që ka falë Zoti, por që fatkeqësisht deri më tani është keq përdorur. Dhe për sa i keqpërdimit nuk ka pas interes që të zhvillohet. E dini që në kohën e Jugosllavisë, në kodra e diellit domethënë është shpallë si zona turistike më e mirë në gjithë Jugosllavi. Domethënë me kushtet dhe pozitën gjeografike që ka, është zona që i plotson kushtet për të qenë e stërmbushur me turist, por mungesa e investimeve dhe mos përkushtimi i do thosha jo vetëm i politikanëve, po i gjithë aktorëve politik, po edhe tjerëve apolitik për ta rregulluar dhe për t'ia ndruar pamjen asaj zone dhe për të sjell turist jo vetëm nga Ballkani, po edhe nga Evropa. Është vetëm maksimumi që mund marrë 1 orë larg aeroportit. Më thënë është që kushtet Doli me vizitorin, a kishte diçka të vërtet për këtë arsye po vend çka ishte ai. për këtë arsye une në çdo takim që bëj dhe çdo takim bilateral që e kam dhe çdo homolog Ministritë e Ekonomisë dhe të punës me cilin që e takoj, nuk e lë paja përmendur që në qoftë se ka investitor serioz të ulemi të bisedojmë dhe të investojnë që ta zhvillojnë atë zonë. E dini që rreth Kodrës Diellit ka 10 fshatra, domethënë lidhem me pyetjen kur fat pse mos e zhvillojnë turizmin. Janë 10 fshatra që ekzistojnë në malsinë e Tetovës që janë me banor. Në qoftë se do të bëhet një investim serioz si duhet, do kthehet dieta. Dhe do të kthehet dieta edhe gjithë ato fshatra do të shkojnë se janë më afër. Është të imshme se dje duri informacioni se të më falë që ndërbret. Duri informacioni në Gajre që mbyllet një ndrimi shkollës. Ta. Shka ki
shpërngulës që vijnë poshtë qytet. Dhe gjithë ata do të fokusohen edhe do të punojnë lart. Po jo vetëm dimrin, se kodrën e diellit kur e marrin me investim, gjithë mendojnë se 3 muaj do të ketë turist. Kushtet janë që në përgjithësi, jo veç kodra e diellit, po edhe mali i Sharr që të mund të bëhet turizëm 1 vjetor, domethënë 13 muaj ka turizëm, edhe në pranverë, edhe në verë, edhe në vjeshtë. Dhe secila stinj e ka formën e vet, apo mënyrën se si mund të bëhet turizmi. E dini që në fshatin Bozovës bëhen restorante tani më, bëhen edhe, por bëhen me persona të cilët bëjnë iniciativë private, bëjnë restorante, bëjnë edhe dhoma për fjeqje për gjithë ata kujtina për gjithë ata që shkojnë, turistë të cilët shkojnë dhe ecin lart dhe kthehen vonë, domethënë nuk arrin që të mbrinë deri poshtë, e bëjnë natën, e kalojnë natën aty. Kështu që një përkushtim edhe i aktorëve politik, por edhe i atyre apolitik, pozitë, opozitë, sektorit civil, e privat, gjithë një përkushtim serioz rreth këtij drejtimi, unë mendoj që me zhvillimin e Kodrës Diellit ne do zhvillim automatikisht edhe Tetovën. Jemi të real të tregoj domethënë këtë sezon për Kodrën e Diellit janë për kujdes veç mediumet, as sektori politik, as sektori jo politik. Veç mediumet për promovim edhe mediumet e Maqedonisë i kanë ndihmuar Shkodrës së Diellit që të vinë turistë, të kthehen turistët e Kosovës, që mos shkojnë kolashi. Që me bashkëpunim me drejtorin që fatmirësisht është bashkëpunues. Ti element e ka të sektori politik që komuna e Tetovës, domethënë, e dini që që në momentin që ka ardhur ka qenë e përkushtuar dhe është ka fundi procesi i planit urbanistik. Pasi që ti nuk mund të sjellësh investitor nëse nuk ke një plan urbanistik se çka do i ofrosh. Po jo, nuk ka bazë se si mund të bëj investimi. Dhe e dini që në çfarë kushtesh e gjetëm apo e gjeti drejtori Kodrën e Diellit kur e ndrua, dhe për një kohë shumë shkurtër e vendoi në funksion, ashtu si e tha edhe ti që ka qenë bashkëpunues, prandaj që jo vetëm mediumet, po edhe sektori politik, sektori politik, edhe politika ka qenë aktive. Shkem pak të zgjedhjet lokale pasi erdhën lokalisht kolin për Tetovën. A do kthehesh në ndonjë garë për Tetovën? Tash zgjedhjet Di gara i fitove për Tetovë. pa Eta që në vitin 2021 kur jam zgjedh kryetar DG, jo, fillimisht kryetar DG të Tetovës, që atëherë domethënë korim sukses deri më tani. Lëvizja Besa domethënë ka arrit që për herë të parë në poshtë një pushtet që ka qenë mbi 20 vite fitues në Tetovë, dhe domethënë çdo cikël zgjedhor kemi korë sukses. Kjo ka qenë fal punës, përkushtimit që kemi pas ndaj fillimisht ndaj strukturës, kur nuk kishim pushtet, më pastaj ndaj qytetarëve, dhe fitoret kanë qenë të njëpasnjëshme, dhe unë nuk dyshoj që punën të cilën e bëjmë edhe në pushtetin lokal edhe në atë qendror do të sjellë përsëri fitoret e radhës, por tani më nuk mundet që jemi edhe atje edhe këtu. Lëvizja Besa Kuadër të Vlenit, që të dyja janë të njëjtë. Lëvizja Besa në Kuadër të Vlenit, domethënë, ka strukturat e saj, ka djem edhe vajza 33 të cilët do të përkushtohen, do të bashkëngjiten në garës së kryetarit Kasami, i cili do të kandidon për komunën e Tetovës. ju sigurt apo? Po tash sigurt të duhet që të bisedohet dhe të merr miratimin e Vlenit, por Tash të dalim një informacion unë po të pyes ti, po ta bëj një video tash. Ti vetë thuj, me këto 4 vite punë që ka bë kryetari Kasami në komunën e Tetovës, unë për 3 vite isha kryetar këshilli. Ti vetë si e vlerëson? Ka punuar? Unë jam qytetar i komunës së Zhelinës.
Po edhe votën nuk i japën të ca. Po ama Unë mund ta vlerësoj blerimin. unë tash kështu ta parashtrova pikëndë. Si mendojnë qytetarët ke pas që ja me veturë jemi duke ke pas që është transformuar në shumë vende qyteti i Tetovës. Unë e pres me zi si pres Bilalli kur kemi marrë mision, kur kanë la çel të rrugët me gropa. Kur kemi bërë analizën që për kur i përfunduam 2 vite mandat pushtetit lokal, e dinti që për 2 vite se sa rrugë janë asfaltuar, të cilët kanë qenë me gropa dhe janë sanuar, nuk janë bërë për 10 vite. Kajto, ë? Domethënë, ato rrugë janë bërë me parat e komunës, dhe parat e komunës kanë qenë taksa pagues qytetarët e Tetovës. Para mendo sikur të ishte punuar në atë formë për vitet paraprake. Tani do të bisedonim për komplet gjithçka tjetër dhe nuk do të bisedonim për rrugë, për infrastrukturë rrugore, kanalizim, ndriçim rrugë kështu me radhë. Si mungesë e mos punës pushteteve paraprake dhe si mungesë e mos investimeve pare të qytetarëve duke mos i investuar në interes të tyre, ne duheshte që jo 8 orë, po 10, 12, po pasur raste kur nga 14 orë kemi qenë të përshkruar dhe kemi qenë në zyrat e komunës duke punuar dhe kemi bërë këtë transformim i cili Po hita jo thënja bim karanjoni në ses 3 duke punuar në komunën e Tetovës. kabinetin e kryetarit. Kryetar komunës, po. Besoj se qytetarët e Tetovës që vlerësoj që e votojnë për kryetarin e ardhshëm do ta vlerësojnë punën dhe jo punën e secilit kryetar. Po unë si qytetar sezonal i Tetovës brenda ditës mendoj se ka ndryshime pozitive, po këtë do ta vlerësojnë qytetarët. Ti je i bindur që e kam vlerësuar dhe do e vlerësojnë. Votimi i tyt për kur të shtoj këshilli i komunës edhe pastaj votuat edhe një herë. Ishte i test edhe u tregua ajo. Domethënë Po, me fitoren. Që nuk ka ndonjë dyshim. për 6 muaj, 8 faktikisht, për 8 muaj ata banë që me të vërtet kur ka vullnet dhe dëshirë bën. Kish humbë shpresa realisht te qytetarët e Tetovës dhe kur i thoshte që do të bëhet kjo punë e punë nuk besonin. Një ndër ata ishte edhe bulevardi Bllavoja Toska, hapja e atij bulevardi. Domethënë e bashkëpresisht edhe brenda administrata kur bisedonje dhe thonin që kanë ardhur shumë kryetar komunesh kanë shku me këtë premtim që do e hapin atë bulevard dhe nuk është hap. Por përkushtimi, puna kur japin rezultate ndron edhe pengjen e qytetarëve dhe mendoj që kryetari Kasami është i duhuri dhe dy shërben ashtu siç u ka shërbier për 4 vite qytetarëve të Tetovës, dy shërben edhe 4 vite të ardhshëm. Dalim pak për politikës. Këna një jetën normale qytetare. Tregoni Po ne në të jemi rregull, mo tash domethënë një gabim më duhet, pasi ne kemi detyrë edhe ju detyrë për sensibilizimin e qytetarëve për të vozitur, ma në rregull se dihet Tetovë si vozitet. Kështu që tregomni një gabim që e ke bo edhe ke mësu se nuk e bon mo në komunikacion. realisht shenjat gjithë i respektoj përveç shpejtësisë. Domethënë shpesh herë ndodh që për të mritur mundi ngeli vonë, suni mri dhe shpesh herë kom vozit shpejt, kam të kaluar në vlerën apo atë shpejtësinë e lejuar dhe shpesh herë edhe më ka dënuar policia dhe gjitha pagesat pastaj është ajo forma që për 7 ditë nëse e bën e paguan gjysmën e vlerës, kam bërë pagesën, por që kjo është një mësim që e kam parë te vetja ime që realisht
mos respektimi i rregullave, shenjave të komunikacionit dhe normal edhe shpejtësia vret. Realisht Duhet kemi kujdes. duhet kemi kujdes për atë arsye dhe janë të vendosura shenjat e komunikacionit, për atë arsye dhe është e vendosur shenja e shpejtësisë së kufizuar, domethënë dikush ka bërë analizë se në atë rrugë se sa vozitet aq duhet të vozitet po. Dhe këtë e kam mësuar duke parë raste që u kanë ndodhur domethënë edhe ndeshje. Unë fatmirësisht ndeshje nuk kam bërë, por kam parë raste që kanë bërë ndeshje dhe kam parë situatën fatale që ka ndodhur dhe këtë këshilloj edhe të gjithë atyre të cilët vozisin, po posaçërisht edhe të rive dhe të rejave që të kenë kujdes nga shpejtësia. Faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi të flasim për ekonominë edhe për tema që lidhen me ekonominë, po edhe për partinë pak. Për gjitha nga pak, faleminderit. Kënaqësi. Gjithashtu. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga